Të shtunën në program janë 5 ndeshje të Xhiros së 24 në elitën e futbollit vendor, ku do zhvillohen disa përballje tejet të rëndësishme, rezultatet e të cilave takime do të ndikojnë drejt për drejt në rrjedhën e përgjithshme të kampionatit, si për ekipet që janë në pjesën e epërme të tabelës dhe sidomos për ekipet që luftojnë mbijetesën. Në stadiumin e qytetit të Gostivarit, klubi i futbollit Besa e Dobërdollit, pas fitores kundër Shkupit në Çajir, që ngjalli shpresat se mund të siguron mbijetesën, nesër këtë duhet ta dëshmon edhe kundër ekipit Struga Trimlum, e cila pas një krize të rezultateve ju kthye fitoreve. Prandaj kjo përballje ka rëndësi të dyanshme. Futbollisti Admir Latifi në prag të ndeshjes së nesërme shprehet optimist se pikët do të mbeten në Gostivar. Të shtunë na pret një ndeshje shumë e fortë me Struga, ku janë një ekip cilësor, shumë e fortë dhe ishin 2 vitet e fundit kampion. Kam besim për të ne jemi përgatitur dhe kemi realizuar kundërshtarin shumë mirë dhe do të tentojmë që të shtunën të jesim pikët në Gostivar. Ndeshja Besa Struga Trimlum luhet nesër me fillim në ora 15, ndërsa drejtësi do të ndanë arbitri Stojanqe Trpqevski nga Kavadari. Një ndeshje identike zhvillohet edhe në Ohër, aty ku Voska Sport, e cila lufton për mbijetesë, përballet me Rabotničkin që pretendon titullin kampion. Në stadiumin e Çajirit do të takohen Shkupi Vendas dhe Pelisteri i Manastirit. Ndeshje shumë domethënëse do të zhvillohet edhe në Kavadar, aty ku Tikfeshi në cilësinë e Nikoqirit përballet me Gostivarin, ndërsa gjithashtu ndeshje shumë e rëndësishme do të zhvillohet edhe në Strumic mes AP Brera dhe Sileksit. 5 takimet e së shtunës fillojnë në ora 15.